Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë. Allahun jalla wa ala e madhërojmë. Allahun subhanahu wa ta'ala e kujtojmë. Emrin e tij e ngrisim dhe e lavdërojmë. E falenderojmë Allahun jalla wa ala për çdo mirësi që e dim dhe për shumë për atyre mirësive që o Zoti ynë ne nuk i dim edhe ty i dish. Të falenderohemi ja Rabbel Alamin për mirësinë e shikimit. Të falenderohemi ja Allah për mirësinë e ndigjimit. Të falenderohemi ja Allah për mirësinë e shëndetit. Të falenderohemi o Allah për mirësinë e prindërve. Të falenderohemi o Allah për çdo mirësi. La nuhsi thana'an alejk ente kema athnejta ala nafsik. Ne o Zoti ynë nuk dim që të falenderojmë dhe të madhërojmë, vetëm ashtu siç ty o Zoti ynë dish që të falenderosh veten tënde. Nuk kemi ardhur sonte në këtë xhami o Zoti ynë vetëm që të madhërojmë ty. Wallahi nuk dëshirojmë të reklamojmë zërrat tona e as të tregojmë devotshmërinë tonë, por vetëm se ta falenderojmë këtë Zot të madh dhe bujar xhelle xhelal. Ej vëllazën, së një dalim hakut këtij Zoti xhelle xhelalu. Pasha të madhin Allah, mos ju duken be aman be vallahi vlla ju du shumë, mos ju duken be të gjata këto reqate. Sa kimi ndejt be në kamp për çka dinja ju vllazit e mi. Sa kohë ke ndejt aty ku ke punu në kamp dhe nuk je lodh, se ke di që në fundin e ditës do ta marrish mëditjen. Vallahi nuk do të ti humbën Allahu xhallahu ala pikët e lotëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu Gjelle Gjelalu ja ka bë haram zjarit të xhehenemit syrit ati njeriu që loton për Allah Gjelle wa ala. O ju vllazën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Allahu i madh nuk i bashkon dy friga. Kush frigohet prej Allahut në dunja, do të jetë i sigurt prej Allahut në ahiret. E kush është i sigurt prej Allahut në dunja, do të frigohet prej Allahut në ahiret. O vëllazit e mi, vallahi ne i kemi dy takime me Zotin Gjelle Gjelalu. Takimi parë në dunja e takimi i dytë në ahiret. Kush e zbukuron takimin me Allahu në dunja, do t'ja zbukuron Allahu te bareke wa ta'ala takimi me të në ahiret. Pra kush del para Allahu Gjelle Gjelalu në namaz dhe zbukuron atë, e zjatën atë, e madhëron Zotin Gjelle Wala në ruku dhe në sejdë, vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala do t'ja zbukuron takimin ditën kur do dalin para Allahut azza wa jall. Atë ditë ju vëllezërit e mi, kur Allahu Gjelle Gjelaluhu wa taqaddasat asma'u do t'i flet çdo njerit prej nesh pa perde, do t'i flet çdo njerit prej nesh pa përkthyes. Ma min abdin illa wa huwa sayaqifu bayna yadayi Allahi subhanahu wa ta'ala, laysa baynahu wa bayna Allahi turjuman. Çdo njeri pe jush do të qëndron një ditë para Allahut, nuk ka mes atyre dhe Allahut përkthyes. Ai Zot e di edhe arabishtën edhe shqipen, edhe anglishtën edhe maqedonishtën, të gjithë gjuhët i dije subhanahu wa ta'ala. O ju robër të Allahut, o ju vëllezërit e mi, prej dhuratave më të mëdha të Allahut te bareke wa taala, pra është zbukurimi këtyre takimeve në dunja, që Allahu xhallahu ala pra na zbukuron takimin në ahiret. Në një ditë prej ditëve vëllazën, ishte njëri prej dietarëve tonë të hershëm, Zeinul Abidin, prej stërnipërve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, i cili derisa ishte duke marr abdes, apo sa herë që mirte abdes i zbardheshte dhe i zverdheshte fytyra, dhe i thonin ati: o imam, pse sa herë që marrish abdes po e shohin që të zbardhet dhe të zverdhet fytyra? Ai radiyallahu ta'ala anhu thonte një fjalë, ju vëllezërit e mi, që duhet të shkruhet me langun e floririt dhe të vendoset në zemrat tona para se të regjistrohet në flete dhe në libra. Ai thonte: e të dërune bejne jedej men aqif. A jeni duke e ditë se para kujt bohemi gati të dalim, që nga momenti kur more abdes apo gusull, që nga momenti kur në shtëpinë tënde u veshe dhe u zbukurove dhe u parfumove, ti e dinje se ku je duke shku. Je duke shku në xhamien e Rabbul Alaminit subhanahu wa ta'ala, në shtëpijat e krijuesit të madh xhallahu ala. Pse? Për të taku me Allahu te bareke wa ta'ala, për të taku me Allahu subhanahu wa ta'ala. Ej vllazën, vallahi billahi,
mes nesh dhe Allahu Gjelle Gjelalu në këtë namaz është vetëm një perde. Po të kishte dasht Allahu Gjelle wa Ala që të va shfaqen fytyrën e ti dikujt për robërve, do të va kishte shfaq fytyrën e ti njerëzve të namazit. Po e përsëris edhe njëherë, Allahu Gjelle wa Ala e ka mbulu fytyrën e ti bujare në dunja. Nuk mund të ashe askush për robërve. Për ajeteve të bukura dhe madhështore që i lexoi Hafizi Hoxha Jon Denisi, ajetin e Allahu ku Musa a.s. i tha Allahut, o Allah, ma mund sot të shoh. Allahu Gjelle wa Ala i tha, lën të rani, walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. O Musa, ti nuk mund të më shohësh. Ja Allah. Thuhet o ju vëllezërit e mi, se Musa e dinte që së në sheh Allahu në dunja. Po pse ja kërkoi Allahut, o Zot, më mund sot të shoh? Kur e shijoi ëmbëlsinë e dëgjimit të zanit të Allahut, deshte të kënaqet edhe shikimi me fytyrën e Allahut Azza wa Jall. Por Allahu sigur i tha, ti mund të më dëgjosh në dunja, po nuk mund të më shohish. Pasi që Musa alayhi salatu wassalam nuk e pa Allahun, nuk do ta sheh askush pas atij Allahun deri në ditën e Kiametit. Për herë të parë Allahu do ta shfaqen fytyrën e tij në xhenetet e larta, që do thotë ju vëllezër, po t'ja kishte shfaqur Allahu fytyrën e tij bujare dikujt, do të vakishte shfaq njerëzve të namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, ma afër që robi është me Zotin e tij është në sejdë. Andaj shtoni dhe lutjet dhe duajat. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, wa innal 'abda idha waqafa fi as-salati fa innahu yunaji rabbah. Me të vërtet robi, pa robërit, kur qëndrojnë në namaz, ata jenë në bisedë me Allahun. Le të sheh çdo njëri pe jush se si bisedon me Zotin e tij Bujar Gjelle Gjelalu. Elhamdulillah, o Zot, që më përzjodhe dhe i përzjodhe këto vllazit e mi dhe këto nëna dhe motra, që ne të dalim para madhërisë tënde. Kush jemi mërne, o vëllazë, kush jemi mërne pash Zotin e madh, të bitë kujt jemi ne. Si mërë në zjodh ki Zoti i madh Gjelle wa Ala njërë të jemi i thartë islam. Si ndodhi kjo? Çka ndodhi mërë brekulli në qiell në tokë që unë edhe ty të jemi njerëz të Islami, në mesin e 8 miliard njerëzve, 2 miliard a jenë apo a nuk jenë musliman. Dhe për atyre 2 miliard do i vëllezër një pjesë e madhe as që nuk do të dëgjojnë për Allahun dhe Islamin. Si na zgjodhin e Zoti? Si ndodhi? 50.000 vite para se të krijon Allahu, të ka përmend në Lauhi Mahfudh atje kur i ka thënë me laqeve, shkruaje filanin se një natë do të shkon në xhami. Kush ndërmjetësoi për ty? Kush shkoi dhe i tha Allahu ta Zogjel, ja Rab, të lutem filanin, nipin tim, stërnipin, djalin? Jo vallahi, nuk ndërmjetësoi kërkush për mua. Nuk shkoi dikush ti thot Allahu ta Zogjel, ja Rabbi kujtimin, ja Rabbi filanin dhe alanin. Deshte vet ai Gjelle Gjelalu. Vetë ai subhanahu wa taala më pas ka përzjedh dhe të ka përzjedh o vallahu im në Lauhi Mahfudh para 50.000 vite para se ta zbrit Ademi në tokë, që unë edhe ti sonte të falemi në xhamiat e Allahut subhanahu wa taala. O vëllazër, kjo fe është madhështore dhe e bukur dhe gjigante. Lek elhamdu o Allah. Po dikush mund të pyet o imam, po çka ndodhi në rekatet e para? Çka ishin ato për lotje o vëllazër? Kjo fe nuk është fe e xhamis vetëm, vallahi billahi. Po është fe e respektit, është fe e ndërsjellët mes njëri tjetrit. Respekti më i madh pas Allahut të ju vëllazër, mirë respekti për nanën dhe për babën. Sa që i bukri Zot Gjelle Gjelaluhu wa taqaddasat asma'uhu nuk e ka vendos pas hakut të tij hakun e dikujt se sa hakun e nanës dhe të babës, sa që tha Gjelle Gjelalu, Zoti juaj ka bë kada, pra ka dhënë ligj të prerë. Mos adhurohet dikush tjetër pos Allahut, dhe ndaj prindërve të silleni mirë, në qoftë se njëri apo të dy prej tyre e arrin moshën e pleqërisë, mos ju thoni atyre as of. Fala taqul lahuma uf. Wallahi thon dietarët, po të kishte pas fjalë më e vogël se kjo, Allahu edhe atë do ta kishte përmend. Po elusim Allahun xhelalu ala na falë dhe na mëshiron. Elus Allahu që këto prindërt na i bëjnë halal. Çdo mos dëgjim që kemi bën ndaj tyre, na falin ditën kur do dali para madhërisë Allahu ta Zogjel, se ju vëllazër të ditë njeriu edhe me hakun e gruas diçish po bëhet kushtimisht, po them.
Po valle me hakun e Zotit dhe me hakun e prindërve, nuk e di si do të dalin para Zotit Gjelle Gjelalu, por Rabbul Alamin është i mëshirshëm dhe elhamdulillah që edhe prindërit i ka bo të mëshirshëm. Nënën e ka bo shumë të mëshirshme, asaj në qoftë se nuk ja digjën fjalën me vite, ajo përsëri e bën halal. Transmetohet në transmetime se erdhi një ditë Bilali radhiyallahu anhu dhe Abu Huraira tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, më falni se zgjata. O i dërguari i Allahut, tha, filani i themi thuj la ilaha illallah në agoninë e vdekjes, ta nuk e thot shahadetin." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "A e ka nënën gjallë?" Than po. Shko pyeti në nënën e tij. Edhe shkuan dhe i than, edhe tha ajo: "Wallahi nuk ja bëj halal. Për arsye se nuk më ka dëgjuar 1, 2, 3 kështu me radhë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ju tha atyre: "Shkoni thoni asaj nane se ai djali nuk mund të thotë shahadetin derisa t'ja bën halal." Atë nana e shkret, zemra e nanës të mëshirshme tha: "Wallahi ja kom bo halal djalit, se zjarri i ahiretit është më i rëndë se zjarri i dunjas." Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Thoni asaj nane, të ndezim një zjarr dhe ta djegim djalin e asaj." Tha: "Mos ja Rabi, tha, të digjet djali." Atëherë tha: "Po zjarri i ahiretit është më i rëndë se sa zjarri i dunjas." Tha: "Wallahi ja kom bo halal." Atëherë u dëgjoi në dhomën tjetër djali duke thënë: "Eshhedu an la ilaha illallah, eshhedu anna Muhammadur Rasulullah." Dhe ja dha emanetin dhe shpirtin Allahu xhelalu ala. Vllazën prapë po ju them vëlla juj. Shkaku i këtyre fjalime ligjërat kon që pak të pushoni vallaj. Më bëni Allah, ndoshta më bërtas shumë, e kom natishmëri, po vallaj bile pe entuziazmi që e kemi për këtë Zot të madh, xhelozin që e kemi për Allahun subhane wa taala. E vllazën, të tjerët vëkasin për dinja. Të tjerët thërasin, ngritin zarrat e tyre për ta shajt Islamin. Ne shto xhamia i kemi, shkët mikrofone e kemi, të ngrisim zërrat për të madhëruar Zotin ton bujar dhe të madh te bareke ve teala.